zgjedhje me një nga problemet kryesore, me liderin me problemet më të mëdha të politikës ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara, Britaninë dhe strukturës së posaçme të krimit të organizuar SPAK, e cila është një nga institucionet më të besuara në vend, ku një muaj para i thua unë do ta mbyll. Nëse i shkon me një koalicion të dështuar. U ndryshua qasja e Partisë Demokratike. Jo, nuk u ndryshua qasja tani. Nuk u ndryshua. Më tepër SPAK-un. Ka pasur, këtë mund ta ketë kuptuar, ka pasur një goditje se të dyja partitë u vënë përballë SPAK-ut. Dhe Rama me Erion Velini u vë përballë SPAK-ut. Si duket, punon më shumë me sondazhe, e kuptoi që duhet zbuste gjuhën dhe e zbuti. Tani, a ka alternativë për ne në qoftë se Partia Demokratike zhndërrohet në një reformatore brenda saj? Partia Demokratike ka një statut. Statuti thotë humb zgjedhjet kryetari le vendin dhe nuk rikandidon dot. Tani, nëse kjo parti nuk është demokratike mjaftueshëm, që të thotë që mbas humbjes kemi këtë detyrë për të bërë, çfarë flasim për farsën zgjedhore? Pra ne nuk mundet t'i dalim një diktatori, një autokrati, veri një çaj emri të doni, një kriminali, nuk mund t'i dalim me modelin e dikujt që e kap sistemin. Dhe fakti është që sot e ka kapur sistemin. Nuk i del do në krah as Leadershipi ka fajin për ty? Po absolutisht, po ne të dy e kemi fajin nga. Tani ai përgatit një ekip, duhet të bëj gjithë llogarit, duhet i bëj të gjithë llogarit. Edhe nëse videt, duhet mbaj përgjegjësi. Një roje shtëpie, që të videt shtëpia 5 herë, ti do t'ja vesh gishtin dhe rojes. Se ç'a kuptimi ka kjo? Nuk mundet që kërkojnë qeveri teknike 100 ditë para. Mund t'ja bësh pyetjen se Celini e ke ngjitur, bëja pyetjen me replikën nga ai. E fundit. Kërkohet, pra u bë një qeveri teknike që u bë 20 ditë. Tani kërkojnë një qeveri teknike 100 ditë para. Po kush më garanton mua që mbas humbjes nuk do fajsojnë qeverinë teknike. Nuk do kërkohet 200 ditë mbas qeverisë teknike. Kështu do shkojmë. Mundëm? Vetëm shkurtimisht. Përsëri, i dhe zëtezës që në 45 vitet e komunizmit, që çdo vit futeshin intelektuale arrestoheshin, faj pasaqen i tyre. Pra ti thua, dhe po të vodhën ty për të herën e 5, e përsis dhe unë për të arru shpinë time. Po ja ta që se ti ke 5 diploma, tani mos ma njëson diktaturën me këtë kujeson. Të lutem kakofonia, do vidha tje. Ta mora referencë 90-ën. Ma shtim si shpajton. Ma shtim, të lutem. Ma merë referim ati që të mora, 90-ën. Pse në 90-ën fitove kundër Ramizalisë? Ka mundësi të flasë? Faleminderit. E përsis dhe njerë. Faj pasaqen intelektualve që u pushkaton, faj pasaqen atyre që futeshin 45 vjetë brenda, faj ka qenë i ish pornave që nuk rritën do të provën e tyre. Po ti nuk i afrohesh do të asjerin nga atyre. A ka mundësi të flasë? Tani lere tani këtë. Ose se të kam dhe afër meje. Të që largu pak për në gjysë metri më poshtë. Kështu e kemi studion të aty që nuk ju vendosin do të përbashkë. Çfarëdo që të ndodhi me sy që jeni afër, po jam e sigurt që jeni zotrin për ta menaxhuar shumë. Patjetër që neve duhet bëjmë më shumë për ruajtjen e votës. Këtë është mirë ta thojmë. Çfarë do të bëj? Bravo, këto që ka habitshëm, mos zotri. Sa shëndera bashkë në studio. Çi më respekt, ato do bëj një tjetër. Të dëgjova. Më dëgjoj, të lutem. Pra përsis dhe patjetër që do të bëjmë edhe neve patjetër më shumë për të rrit votën tonë. Patjetër më. Nësa duhet të bëjmë dhe në pakti me bandet, pra. Qa të më të shë? So nuk e di qa do të bëjmë më tepër, pra. Po kush di qa të bësh më tepër, leja dikuj tjetër që di të bëjmë më shumë. A du të jap dorëheqjen po votë? Nëse ti nuk di dhe nuk do, mund ta lesh. Ty ka sa nuk i pra. Shiko, zotëria, e qove ti ndërruar. Ma të ti që unë s'di qa të bëj që tjetër. Ore fori 10 minutë të gjova, që ka bitë që do të flasësh. Pushojnë, vazhdojnë. Vazhdo fort, vazhdo. Shiko, sigurisht që duan të flasim, sepse nëse opozita e mban narrativin. Jo, po kjo është kakofoni, ka kuptuar diçka. Kam në studio vite shumë më tepër se sa zotëria. Kam kuptuar diçka, po folin dy veta njëkohësisht, qytetarët nuk kanë tendencë ta kuptojnë. Po çfarë të bëjnë vitet më shumë? Unë për mua kam objektivin qytetarët të më dëgjojnë. A duhet të ndryshojë? Po të dëgjuan leadershipi Partisë Demokratike? Partisë Demokratike? Se një lloj përgjegjësie që do të bëhet. Tani do ja marr zotit Lita Priull me Terezi. Zotit Eliti edhe do ja marr. Minutazhin tim. Do ta marr. Po do bëj thirrje ty që kakofoni ti eliminoj. Atëherë përsis dhe një. Unë thash. A duhet që neve, ju jeni të tre njerëz të ekranit edhe absolutisht besoj që menaxhoni herë mesazhe pastaj thonë nuk e kuptojmë.
Jo, besoj kuptuar çfarë. Po t'ja marr zotit Lita me që e pyeta dhe bëje gati replikën tënde. Po nuk ka replikë sepse u thënë disa pa vërteta. Zoti Lita, a duhet të ndryshohet leadershipi i Partisë Demokratike në mënyrë që të mbahet përgjegjësia për rezultatin? E ka zgjidhur Einsteini këtë çështje. Einsteini thotë nëse bën të njëjtat gjëra, mos prit rezultate të ndryshme. Pra, duhet ndryshojë rrethana, duhet ndryshojë Partia Demokratike që të pritën rezultate të ndryshme. Por nuk është kjo që po ne diskutojmë.